Shqiptarët po tregojnë gjithnjë më shumë kujdes për trupin e tyre, edhe pse këtë arrin gjithnjë më tepër nëpërmjet përdorimit të suplementeve ushqimore. Sipas të dhënave nga Ipli Nutrition, një markë e njohur në fushën e ushqimit sportiv, gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, importet drejt Shqipërisë kaluan pritshmërinë me 39% më shumë. Mes asaj përqindje të vogël popullsisë kanë filluar të rriten konsumatorët e suplementeve, kështu që qoftë proteina, qoftë pre-workout apo kreatina, tani janë pjesë e dietës bazë të thuajse çdo njeriu që shkon në palestër. Kështu që është më së normale që të konsumojnë suplemente. Por ka dhe nga ata të rinj që drejt rrugës së thjesht për të arritur rezultatet e duhura, konsumojnë të tilla suplemente pa kriter, duke shkaktuar dhe probleme në trupin e tyre. Jo më shumë se 30% e proteinave që i duhen organizmin mund të vinë nga suplementimi, pra nga proteinat sintetike. Proteinat sintetike, si çdo suplement tjetër, kanë në përbërje të tyre përveç proteina të gjithë elementët lidhës farmaceutik, të cilat përveç se proteina dhe ato së bashku metabolizohen nga mëlçia e më pas nga veshkat. Nga ana tjetër, një studim i publikuar në Archives of Public Health tregon se 69% e popullsisë shqiptare mbi 18 vjeç nuk angazhohen asnjë aktivitet fizik, me 64% të burrave dhe 71% të grave që qëndrojnë pasiv. Ka shumë njerëz që para 3 muajve para se të ikin plazh në periudhë që jemi tani është një fluks i paparë. Por nuk është se ka një rezultat. Dhe prandaj shumica njerëzve e lejnë palestrën dhe nuk duan të vinë më, sepse nuk marrin rezultatin që duam, por ideja është që ne duhet të punojmë gjithë vitin për atë gjë. Në 100 veta, nëse vinë palestër për këto 3 muaj, 10 veta mund të ngelen, 10-15 veta. E thënë ndryshe, një pjesë e shqiptarëve që janë aktiv fizikisht, po përfshin gjithnjë më shumë suplemente në përditshmërinë e tyre, ndërsa shumica e popullsisë vazhdon të mos kujdeset sa duhet për trupin dhe shëndetin e saj.